A kuptoni o vëllezër dhe motra se njeriu duke e shpeshtu trokitjen në derën e të gjithë fuqishmit, ka mundësi t'i hapet dera dhe të marrë përgjigje. Pa dyshim që do marrë përgjigje sa ishte më i madh i bujar, Allahu xhaleshanu. Nëse ke diçka që nuk po të funksionon në jetën tënde, vallahi, po ju a them me shpirt që unë e njoh Allahun xhaleshanu dhe juve kështu keni për ta pa dhe keni për ta njoftë se akoma nuk e keni njohur kështu, që Allahu është më i madh i bujar, luteni Zotin xhaleshanu me këmbgulje dhe kërkojeni atë që mendoni se do ju japi Zoti xhaleshanu dhe kini besim ke lutja që bëni. Pasha Zotin e qeve dhe tokës, nuk ka mundësi mos t'ju japi Allahu xhaleshanu nëse kërkoni me shpirt, me zemër dhe me këmbgulje diçka. Ju a them me shpirt dhe ju a them me sigurinë më të madhe, se kështu është Zoti i gjithë fuqishmi. E lusë Allahun xhaleshanuhu që të na falë, të na mëshirojë. E lusë Allahun xhaleshanuhu të na bëjë neve të sinqertë në ato që themi, e të na i pranoj veprat, thënjet edhe adhurimet tona. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve të na falë mëkatet edhe gjunahet tona. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve Zoti na ndriçoj mendjen, shpirtin edhe zemrën, e të na bëjë dashur, na e bëjë dashur profetin e tij, na e bëjë dashur fjalën e tij Kuranit, na e bëjë dashur fen islamet, na e bëjë dashur të mirën dhe të na largojë nga e keqja Allahu xhaleshanu. E lut Allahun xhaleshanu që neve të na orientojë gjithmonë për tek e mira dhe siç na ka mbledh në këtë xhami të bukur edhe të madhe dhe madhështore, Allahu xhaleshanu të na mbledhë gjithmonë për mirë në këtë dynja dhe inshallah në xhenet edhe begata të gjithëve të na bëjë për xhenetlinjve. O Zot, të lutemi na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.